shtyllë, të cilët janë bërë një vlerë e shtuar dhe motor i punës së këtij komisioni. Ngritja nga kuvendi i komisionit posaçëm nuk ishte një rufe në qell të kthjellët, por një imperativ që buroi nga përgjigjja jonë ndaj nevojës së brendshme të shoqërisë shqiptare për t'u afruar gjithnjë e më shumë idealit të saj, shndërrimit në një shoqëri tërësisht europiane. Dhe po ashtu qëllimit strategjik të kuvendit Shqipërisë për t'u shndërruar brenda kësaj dekade, ashtu siç e kemi përcaktuar në planin e ri strategjik, në një parlament me të gjitha parametrat, standardet e cilësinë e parlamentit të një vendi të Bashkimit Evropian. Nuk mund të ndërtojmë një Shqipëri europiane pa një kuvend europian, dhe një kuvend mund të funksionojë me standarde europiane vetëm në një shoqëri që i ka vetë këto standarde. Objektivi ynë për antarësimin familjen europiane në fund të kësaj dekade dhe mbylljen e negociatave teknike brenda vitit 2027 është bërë tashmë publik, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në institucionet europiane e në vende anëtare dhe ka fituar ndër vite e me shumë mund mbështetjen e tyre të plotë. Këtë objektiv strategjik e kemi ndarë me presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, gjatë vizitës në Bruksel në nëntor të vitit kaluar, me reporterin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andrea Scheider, gjatë vizitës së tij në Tiranë në muajin janar, me komisionerin Evropian për zgjerimin Marta Kos, gjatë vizitës së saj në Tiranë në muajin mars, qëndrim të cilin komisionerja Kos e artikuloi qartë edhe para pak ditësh. Me kryetarin e Parlamentit të Polonisë dhe kryetaren e Senatit të Polonisë, vendi që gjatë këtij 6 mujori mban presidencën e Këshillit Evropian. Me kryetarin e Dhomës Përfaqësuesve dhe të Senatit të Hollandës, me mjaft kolegë kryeparlamentar të vendeve të Bashkimit Evropian, me të cilët jemi takuar kohët e fundit. E nënvizova po ashtu edhe në konferencën e kryeparlamentarëve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës në muajin mars, se Bashkimi Evropian si kryefjala e Shqipërisë, e qytetarëve dhe institucioneve të saj është bërë tashmë edhe kryefjala e bashkëpunimit ton me parlamentet e vendeve anëtare. Ritmet e shpejta, reformat ndër vite, hapat e vendosur, vizioni i qartë dhe i palëkundur drejt destinacionit evropian, konsensusi i brendshëm politik e parlamentar, mbështetja e gjerë popullore, por shpërblehen nga institucionet evropiane dhe jam optimiste se kështu po ndodh e do të ndodh edhe me qëndrimet e vendeve anëtare. Vendimi i Parlamentit Evropian për të hapur në Tiranë zyrën rajonale për Ballkanin Perëndimor dhe miratimi i parafinancimit prej 64.5 milion euro për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor janë të tjera shenja që tregojnë rrugën e mbar, rrugën e dur drejt reformave suksesshme, demokratizuese e integruese, sundimin e ligjit, zhvillimin e qëndrueshëm, rritjen e mirëqenies, forcimin e koezionit social dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Asnjëherë Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë qenë kaq afër, kaq të qartë, kaq të frymëzuar dhe kaq të vendosur në rrugtimin e tyre drejt familjes europiane. Asnjëherë Bashkimi Evropian nuk ka qenë kaq i bindur dhe kaq qartësisht i artikuluar për progresin dhe kaq i vendosur për antarësimin e Shqipërisë. Jemi në një momentum historik të cilin duhet ta shfrytëzojmë dhe po e shfrytëzojmë për ta vendosur brenda kësaj dekade yllin e Shqipërisë mes 27 yjeve të Evropës. Prandaj, tashmë që forcat politike kanë zbritur në fushë për zgjedhjet e 11 majit, ta konsiderojmë këtë fushat zgjedhore si një mundësi për t'u bashkuar më shpejt familjes sonë të natyrshme europiane. Të nderuar miq, unë e kam ndjekur nga afër punën e komisionit posaçëm në të trija shtyllat, mirëqeverisja, antikorrupsioni, sundimi i ligjit dhe sinergjinë e ndërveprimin mes tyre. Kam ndjekur me vëmendje të shtuar rekomandimet që lidhen me konsolidimin e institucioneve demokratike në Shqipëri dhe në këtë kuadër edhe me forcimin e funksionimeve dhe përmirësimin e veprimtarisë së kuvendit. Ju keni bërë një analizë të detajuar të arritjeve të deritanishme të reformave, ndikimit tyre në forcimin e sistemit demokratik,
në vështirësitë që janë ndeshur dhe sfidat që po përballojmë për zhvillimin, demokratizimin dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Mirëqeverisja është një standard përparësor i procesit të antarësimit, ku vendi po mbështet me legjislacion bashkohor dhe mbikëqyrje të rreth parlamentare, qeverisjen e hapur dhe transparente, rritjen e integritetit pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, shmangjen e konfliktit të interesit, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, digitalizimin tërësor, të cilat rrisin besimin e qytetarëve te institucionet demokratike dhe janë kushte thelbësore për një Shqipëri europiane. Ku vendi po forcon mbikëqyrjen, transparencën, pjesëmarrjen gjithëpërfshirëse, llogaridhënien dhe eficiencën, duke kontribuar që qeverisja e hapur të synojë ndërveprimin e të trija degëve legjislative, ekzekutive e gjyqësore. Një qeverisje për qytetarët realizohet në bashkëpunim edhe me mbështetjen dhe konsensusin e tyre. Qeverisjes transparente dhe llogaridhënëse i shërben dinamizimi i konsultimit publik dhe për këtë ne po ndërtojmë platformën e madhe të konsultimit, por edhe të raportimit institucioneve të pavarura, të gjithë shqyrtimit të legjislacionit me cilin merret kuvendi, monitorimi zbatimit dhe zgjerimi pjesëmarrjes në proceset ligjbërëse dhe vendimarrëse, përmirësimi i kontrollit dhe transparencës së lobimit, sistemi i integruar e-legislation, rregullimet që lehtësojnë ushtrimin e të drejtës së qytetarëve për peticione e të tjera. Kuvendi do të vijojë të udhëheq me vendosmëri antarësimin Bashkimin Evropian, duke kontribuar në mënyrë të veçantë në garantimin e legitimitetit demokratik dhe fuqizimin e tiparit gjithëpërfshirës të procesit. Në këtë kontekst do të shqyrtojmë propozimin e ekspertëve për ngritjen pranë kuvendit të këshillave të përhershëm konsultativ për çështje me interes strategjik kombëtar, duke zgjeruar praktikën e funksionimit të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Do të shqyrtojmë po ashtu rekomandimet dhe nevojën për përmirësimin e legjislacionit për çështje thelbësore të zhvillimit, demokratizimit dhe integrimit, modernizimin e kuvendit të Shqipërisë, bashkëpunimin me institucionet e pavarura, fuqizimin e tyre si roje të interesit publik, bashkëpunimin me qytetarët, shoqërinë civile dhe median, rritjen e transparencës së veprimtarisë kuvendit, qeverisë dhe administratës publike. Kuvendi ka krijuar disa praktika të reja antikorrupsion, siç është metodologjia për vlerësimin parandalues të korrupsionit, e cila është bërë pjesë e rregullores kuvendit si një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të integritetit të kuvendit. Mirpresim rekomandimet për përmirësimin e strukturës së kuvendit si një nga rrugët për parandalimin e praktikave korruptive ndërmjet masave më eficiente antikorrupsion në të gjithë sektorët dhe në të gjithë nivelet e shoqërisë. Ne po punojmë për fuqizimin e funksionit mbikëqyrës të kuvendit, shqyrtimin e zbatimit të ligjeve e politikave qeveritare, po dhe ato të institucioneve të pavarura. Metodologjia e kontrollit post-legjislativ do të ashtrim në analizën e zbatimit të legjislacionit në të gjitha nivelet. Kuvendi do të vazhdojë të mbështesë reformën në drejtësi dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, harmonizimin e sundimit të ligjit me respektimin e të drejtave kushtetuese dhe të drejtave themelore si një nga shtyllat e sistemit demokratik, ndërmjet legjislacionit bashkohor dhe kuadrit institucional të përafruar me akinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut. Në këtë mbështetje mbajmë parasysh edhe vlerësimet e rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për shtetin e së drejtës, raportit për Shqipërinë dhe pozicionin e përbashkët Bashkimit Evropian për grup kapitullin e parë themelore. Sfida në këtë aspekt është zhvillimi i legjislacionit që kemi miratuar dhe garantimi në praktik i praktikave më të mira dhe i drejtave të njeriut, sidomos në disa aspekte si mbrojtja e dhënave personale, mos diskriminimi, përfundimi i proceseve kalimtare në fushën e të drejtave pronësore e tjera. Kuvendi do të vijojë të mbështesë institucionet e pavarura që punojnë në fushën e të drejtave themelore me burimet e nevojshme materiale, financiare e njerëzore për të shmangur hendekun mes legjislacionit bashkohor evropian që kemi miratuar dhe kapaciteteve jo adekuate që disa institucionet pavarura kanë për zbatimin në praktik të këtij legjislacioni. Po ashtu duhet gjejmë dhe do të gjejmë
rrugdalje nga polarizimi i lartë dhe gjendjet e entropisë, të cilat janë imponuar kuvendit si pasojë e konfliktualitetit politik, i cili ka penguar funksionimin normal të disa institucioneve të pavarura, po edhe vetë kuvendit. Kuvendi ka inkorporuar dhe është duke inkorporuar mjaft praktika parlamentare të vendeve të Bashkimit Evropian, po edhe të Parlamentit Evropian. Në këtë kontekst do të sugjeroja që përveç propozimeve të deritanishme që burojnë nga nevojat e brendshme të shoqërisë shqiptare, të përfshihen edhe ide, sugjerime e rekomandime për implementimin kuvend edhe të modeleve të parlamenteve të vendeve tjera e vendeve mike të Bashkimit Evropian. E para e të gjithave dhe në fund të fundit, demokracia është sistemi më i mirë qeverisës sepse kritikon dhe korrigjon vazhdimisht vetveten. Duke përfunduar, ju falenderoj dhe njëherë gjithve, deputet, ekspert, partner për punën e shkëlqyer që keni bërë, duke kthyer kuvendin në një kantier pune intensive për korrigjimin e vetvetes të institucioneve dhe të gjithë shoqërisë drejt objektivit ton strategjik kombëtar Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Ju falemderit dhe punë të mbarë.